Një pyetje tjetër kam unë avokat, pse ka paditur prokurori në Rëzdado? Këtë nuk e di, me që kam parë me ajsa informacion, a i ka kërkuar pavjeshmërinë absolute të emërimit ti, sepse mendon që emërimi nuk ka qenë konform ligjit të atërshëm, pra në vitin 2008, pra duhet kishte kryer shkollën e magjistraturës dhe ky ka qenë thelbi i Nuk ka kryer shkollë, arsim thotë. Për këtë gjë ka jetë në gjyqje? Jo, s'ka lidhje, ka të bëjë me mënyrën e emërimit, pretendon zoti Velia, jo marrësi. Duhet të Në atë kohë ka patur dy mënyra për të bërë prokuror, ose do vije nga radha e oficerëve të policisë gjyqësore që kishin një eksperiencë caktuar, ose do vije nga shkolla e magjistraturës. Dhe zoti Velia pretendon që ka patur shkelje dhe kërkon pavlefshmërinë absolute të aktit të emërimit që në atë kohë është firmosur nga zonja Ina Rama. Pra ky është pretendimi, procesi është në gjykatë, seanca paraprake ose ajo që quhet seancë përgatitore është caktuar në datën 3 prill nga ana e gjyqtarit administrativ Hasbi Balliu. Shohim tashmë pati edhe një kthim të padis për plotësim, sepse zoti Velia kishte futur edhe bashkinë dhe duheshin ekstremitetet pra logoja, vula dhe të gjitha të dhënat nga Bashkia e Tiranës, gjë që janë këto tmeta janë plotësuar dhe do thirrin gjitha palët për të parë se si do shkojë kjo çështje. Por kjo nuk afekton fare. Për sa i përket themelit, kjo çështje përderisa ata kanë shkuar dhe me gjykim zakonshëm, i bie që të zjasë si për të... Afërsisht 2 vjet. Po 2 vjet mund të zjasë edhe më shumë. Edhe më shumë. Kështu që kjo një vjet që ishte për sa i përket hetimit, kurse këtu për shkak edhe të ngarkesës së pandehurave, por edhe dëshmitarëve, sepse i bie që të gjitha aktet të cilat ka grumbulluar apo ka mbledhur organi i akuzës, i bie që të shkojmë me gjykim të zakonshëm, do ketë dëshmitar, do ketë ekspert të cilët do bëjnë një hetim gjyqësor, përveç se atij që ka bërë organi i akuzës. Kryesisht këto çështje mund të shkojnë 2 ose 3 vite. Qartë. Edhe 3 vite. Ndërkohë kolegët e mi insistuan këtu dhe ju e dëgjuat, ju një avokat me përvojë, dhe ndoshta mendoni që ai mund të shkojë në Strasburg, është e drejtë e tij. Është drejtë e çdo qytetar, nëse ai deli pa fajshëm, mund të eliminohet Strasburgu, kështu që Jo, në Strasburg mund të shkojë dhe për masën, sepse aktualisht është një gjykatë kushtetuese zoti Velia për masën dhe mund i drejtorit Strasburgut. Po flisë për themelin zoti Rakipi. Tani për masën ai mund dali, kushtetuesja mund ta konstatojë Po në Strasburg ku shkohet pas shkallës tretë? Në Strasburg shkohet pas gjykatës kushtetuese, shkohet në Strasburg, por nëse do të flasim për masën e sigurimit personal, çështja është në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese, ashtu sikur se zoti Berisha mund të konstatojë që kjo masë arrest në burg është masë ekstreme dhe nëse bëhet ky konstatim në gjykatën kushtetuese, zoti Velia i lindet drejta që të kërkojë zvendësimin e masës së sigurimit personal, përderisa është kryetari i bashkisë në detyrë dhe mundet që gjykata, jo mundet, por nëse e konstaton gjykata kushtetuese, gjykata e shkallës së parë është e detyruar që ta japë zvendësimin e masës, qoftë detyrim për paraqitje pranë policisë gjyqësore, ose mund të heqë masën. Heq masën. Kemi rastin e zotit Thoma Gëllçi, pra kemi një rast që gjykata Evropiane e Drejtave Njeriu ka caktuar, kemi rastin e zotit Berisha, presim zotin Meta, që pra precedenti është... Dhe besoj, ndoshta edhe në këtë rast, gjykata kushtetuese vendosi si rasti zotit Berisha, që mund ta konstatoj si mas ekstreme të mas sigurimi personal arrest në burg. Aeroporti Vlorës, ku ky aeroport është drejt duket sikur kërkon të shkojë një përpjekje për të shkuar drejt arbitrazhit. Pse e themi drejt arbitrazhit? Është një përpjekje e zotit Pacolli, sepse qeveria po këmbgul fort tani, duket edhe një përpjekje për të shpronësuar atë për aeroportin e ditë pas konfliktit që ka lindur aty, pas dhe problematikave që ka ky aeroport. Mbetet i bllokuar për shkak konfliktit ola midis aksionerëve dhe vendimeve gjyqësore. Qartë, shkurt, çfarë po ndodh konkretisht dhe a kemi aeroport? Realisht, sepse dy palët që janë aty thonë kemi aeroport. Në fakt është shumë e çuditshme dhe është diçka që ndodh vetëm në Shqipëri.
të dyja palët thonë që kemi aeroport, kemi investuar miliona euro, dhe të dyja palët pastaj, njëri thotë që Pacolli, thotë Ademi ka bërë një hangar, tjetri thotë nuk ka pis, nuk është e kolauduar, unë dua që të marë një kompani ndërkombëtare të auditoj, dhe po t'i bashkojmë të dyja deklaratat e të tjerëve, aty i bie që nuk ka një aeroport, sepse aeroport do thotë aeroport funksional, pra që të marë standardet e certifikimit për të kryer fluturimet të sigurta. Dihet që aviacioni është një fushë shumë sensitive sa i takon rregullave të sigurisë. Përplasja mes dy aksionerëve është e mbushur me padi gjyqësore dhe e mbushur me kallëzime penale dhe në prokurori. Pra, kemi që në fillim të tetorit, ku MAPCO fillimisht ka dorëzuar një padi në gjykatën civile kur kërkon shfuqizimin e disa vendimeve që prite që të merrte asambleja me një administrator që zoti Pacolli dikur e akuzonte që po punonte për palën tjetër, për Dya Group. Më pas është bërë një kundërpadi nga ana e kompanisë Dya Group, ka arritur të merret ky sigurim padie dhe të bllokohet vota për tjetërsimin e kuotave të shoqërisë për marrjen e vendimeve të shoqërisë MAPCO, me qënë se kishte 98%, Dya Group pretendon që i ka shitur zoti Pacolli 47% e aksioneve me një kontratë notariale. Zoti Pacolli thot nuk është e vërtet, firma është e falsifikuar. Për këtë çështje janë prokurorinë e Tiranës. Është ankimuar vendimi i gjykatës nga MAPCO, gjykata e apelit thot që për 47% të votave të kuotave pezullohet vota e kompanisë MAPCO, por mund të operojë si aksioneri mazhorancës me 51% të kuotave të tjera. Pas marrjes së këtij vendimi të gjykatës, kompania MAPCO ka thirrur asamblen dhe ka kërkuar ndryshimin e statutit ku do të lejonte që ti kërkonte që të ndryshonte tjetërsimin e kuotave dhe marrjen e vendimeve që nuk kërkoj shumicë të cilësuar. Është bërë një kundërpadi nga ana e zotit Valon Ademi, i cili me një vendim të asamblesë duke patur vetëm 2% të kuotave ka vendosur që do të jetë ai që do të emërojë administratorin dhe sot është ai që do me thënë pala e Dya Grupit që administron aeroportin e Vlorës, pra është e gjitha një lëmë që i vërtet. Një ditë më parë, kompania MAPCO, përmes përfaqësuesve të saj, ka dalë një konferencë për shtyp, ku e quajti të gjithë situatën në kushtet e një shpronësimi, nëse i referohemi konceptit ligjor të shpronësimit edhe në kontratë, do të thotë që shteti po të merë diçka me forcë. Dhe nëse flasim dhe referohemi për shtetin, nuk ka rëndësi nëse këtë e bën qeveria qendrore, por këtë mund të bëjë edhe gjykata, dhe është një koncept i cili mund t'i hap rrugë më pas të drejtave që mund të pretendoj kompania, qoftë për investimet e kryera, qoftë për fitimin e munguar në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Akuzat mes dy ortakëve vazhdojnë, janë bërë disa deklarata nga ana e MAPCO që po lidhen kontrata me operator privat për duty free. Ne i bëjmë thirrje që asnjë biznesmen mos t'i nënshkruajë këto kontrata se do t'jenë të pavlefshme, do t'i kontestojmë në gjykat. Pra, asgjë nga këto nuk duket se do të vendos në operim aeroportin e Vlorës në mars të këtij viti apo për sezonin veror të këtij viti.